Topi, Zeqineja edhe doktor Endri. Do komentojmë pak zhvillimet e ditës sotme. Do thoni o qa lidhje ka Bamir Topi me Zeqinen edhe me doktor Ender Shabanin. Nuk është se kanë në i lidhje, po fakt kanë qenë në qendër të vëmendjes. Si që keni pa, ish presidenti Republikës, Bamir Topi shkoi sot në gjykatën e Spakut, GKKO, dhe do të dëshmonte për klubin Partizani. Pra se tani edhe pati një transformim për cilin unë e bëra një video në drejt shkurtër kështu, e hodha, edhe pati shumë reagime, por në fakt nuk e pata mendu që do shkojnë kështu situata tani mas dite. Thelbi i gjës është Bamir Topi ngjan me Endri Shabanin, ngjan edhe me Zeqinen. Ku ngjan? Ngjan me Endrin edhe me Zeqinen se hiqen si intelektual të mëdhej, të tre vujnë nga kompleksi për qenë intelektual. Ajo Zeqineja e keni pa ju me diplomën me notat super 10, duke punu policie bashkije në Roskovec. Endri Shabani po njëru më i kompleksuar që ka marrë pjesë në herë në jetën publike shqiptare. Unë kam marrë Harvard dhe e shkruan në Facebook doktor Ender Shabani, do të thonë, që kur e shkruan përpara doktor Ender Shabani tregon kompleksin e atij që s'është doktor. Dhe Bamir Topi, që për hir të vërtetës është krahasu me Endrin edhe me Zeqinen, është intelektual. Pra hyn ke pjesë intelektualesh, po jo intelektual në kuptimin e zërit kritik ndaj çdo pushteti. Bamiri nuk kritikon pushtetin. Bamiri e ka hëngë qyl nga miqësia që ka pas me Berishën gjatë gjithë kohës. Qyl nën kryetar PD, më duket ka qenë qyl kryetar grupi parlamentar, qyl presidenti i Republikës. Dhe në shkallën e mos mirënjohjes ja kaloni çik këtyre dy tjerëve që përmenda, po ngjarjet kanë ndodhur sot të treja, për ne i ka marrë të tre në radhë, sepse në çështje besnikërie Bamiri është më i avancuar se këta dy tjerët, ka dalë pa besë, sepse nuk është se ka bë, nuk e kam fjalën se nuk më bëhet vonë fare që është divorcuar me Berishën e Sulmon Berishën, por sot i vuri vulën që nuk e ka parimore armiqësinë me Berishën, po e ka si i bi, sepse ka humbur privilegjet. Sepse ka humbur përfitimet dhe prandaj e ka. Bamiri ka dalë vazhdimisht nëpër media edhe kritikon Berishën, Sulmon Berishën. Më hapur, më frontal filloi doli me isti janare këtej, që më mirë se kush do tjetër ka ditë Bamiri që isti janarin e organizoi Edi Rama, edhe e organizoi për këtë arsye për të ardhur në pushtet. E ka përdorur Edi Rama disa herë dhe e përdorin vazhdimisht mediat e Edi Ramës, këtë dele Sulmon Partinë Demokratike që i ka dhënë gjithçka Partia Demokratike Bamir Topi. Ka dalë dhe ka folë shpesh edhe për aferën Partizani nëpër media. Po ta dëgjosh Bamirin nëpër media, thuti kush e di që ka bë hataja te afera Partizani, çka pas ka bë, ja marr për Maltezi atje Sali Berisha. Por kur shkoi sot në gjykatë, në mbetim, Bamir Topi e spërdrodhi sak. Tha atje e pranoj me gojën e vet që Sali Berisha s'm ka bën njëherë kur presion, trysni në lidhje me çështjen Partizani. Tha atje dhe e pranoj me gojën e vet
që plani I përhapjes është miratuar nga Presidenti I Republikës, pra dekreti I Presidentit të Republikës ka formën e ligjit, pra është ligj, sepse na ka kërku NATO, jo sepse ma ka kërku Sali Berisha, apo ma ka kërku në ministër apo në shef shtabi se I ka bë presion Sali Berisha. Pra e drodhi komplet dhe në dëshminë e tij nën betim, në gjykat nuk gaboj që të mashtronte siç mashtron nëpër studiot e Yllir Akipit e ku del ky ke Report TV-ja. Pra nuk mashtroi, por atje tha të vërtetën. Ky është Bamir Topi, një personazh që nuk e ruajti dot atë staturën e intelektualit dhe një qytetarit të butë, konstruktiv, dialogus, po doli një njeri, një mlefaxhi I vogël që sa I ikën privilegjet, shpërtheu. Bashkëpunoi me armiqt, në kuptimin thojza, me armiqt politik, me kundërshtar. Dhe e forta është tani, mbas dite, nga ora 7:30, sepse gjatë kohës e keni parë në gjitha mediat është një foto e Bamirit në gjykat. Një foto të tillë që kanë pas gjithë, edhe Tauland Balla është filmuar në gjykat, edhe Ilir Beqa është filmuar në gjykat. Pra janë filmuar gjithë. Sot mas dite del një njoftim nga Spaku se Bamiri I ka lidhjet me drejtsinë, se dihet si përflitet Bamiri me Kreshnik Spahin për çështjen e drejtësisë, dhe kolegët e Bamirit, ushtarët e Edi Ramës kanë nxjerrë një njoftim që gjitha mediat duhet të tërheqin mbrapsht foton e publikuar të Bamirit në gjykat. Për një çudi e madhe, një turp I madh, sepse gjoja u ka thënë gjykata që dilni jashtë mediave, sepse seanca do bëhej, dëshmia do bëhej pa praninë e mediave. Gazetarët kanë qenë aty, kanë shkrep fotot, edhe kanë ikë jashtë. Këtë e quajnë publikim të palishëm të fotove. Sigurisht e ka kërku Bamir Topi. Nga që doli atje, u zhburru atje, pra doli që tjetër gjëra flet nëpër banaqe televizive për konsum politik, dhe tjetër gjë flet nën betim në gjykat, doli cullak, edhe për të rregulluar në gjë, tani kërkon që të rikuperojnë çfarë mund të rikuperojnë për çështjen e aferës së Partizanit. Pra si mund t'i kërkosh gjykatës për të heqë vëmendjen nga çështja, nga dëshmia që ka dhënë atje. I thotë gjykatës, më hiqni foton, mos, po pse është turp që ka shku Bamir Topi në gjykat për dëshmu. Atje është thirrë edhe Edi Rama, shkojnë edhe Edi Rama. Se gjithë ta që ngritën këtë çështjen e aferës Partizani, gjithë shkojnë atje edhe Taulandi, thoshte unë s'maj me s'digjo, thoshte kam lexuar ke Carlo Bolino, te mediat e Carlo Bolinos. Pra se ajo do rezulton një nga spektaklet më të shëmtuara të drejtësisë. Aty janë mrena të ajo aferë, ajo s'është aferë, po të ajo çështje, do rezultojnë afera, se prandaj e quaj aferë, do rezultojnë afera më e madhe e kapjes shtetit në Republikën e Shqipërisë. Aty është Edi Rama, aty është Altin Dumani, Spaku, Irena, Gjoka, Maneku, Shpata, si dreqin e kam mbi emrin ajo. Aty janë ish miqtë e Berishës në politik, aty është Bamir Topi, pra siç po flasim, dhe shumë të tjerë. Pra kështu kishte bo Bamiri, ka kërku që më hiqni foton u thot mediave, më hiqni foton se unë kam qenë ka qenë një e jashtëligjshme, pra nuk duhet më filmojet atje në gjykat. Turp e faqe zezë. Tani vim te Doktor Endri Shabani. Doktor Endri Shabani sot në kuvent kishte radhën për të raportu. Mirë po, nuk e lanë deputetët e opozitës, bllokuan foltoren dhe nuk e lanë të mbajnë një fjalim.
seanca plenare plasi me debate, me zhurmë, mu bloku foltorja, edhe doktori s'foli dot, avokati i Ulsi Manjës edhe Taulan Ballës. Por këtu, në fakt, PD-ja mirë ka bërë që e ka bloku foltoren, por e ka bërë një turp edhe PD-ja me doktor Ender Shabanin. PD-ja i ka dhënë firmat që ky zotëria të konkurojnë për avokat populli. I tërhoqi pastaj mrapa jo po na kështu e jo po na ashtu. Por në fakt, deputetët e PD-s që kanë firmos duhet kishin kërku falje publike, ose sot aty me radhë duhet kishin marrë mikrofonin me radhë, këta që blokun foltoren duhet kishin marrë mikrofonin me radhë, edhe duhet kishin kërku falje publike që kanë firmos që Ender Shabani të bëhet avokat i popullit. Pastaj pjesën tjetër shumë mirë që ja blokun raportimin, sepse nuk ka që raporton një njeri që është shërbëtor i Ulsi Manjës dhe i Taulan Ballës. Ender Shabani është shërbëtor de facto i këtyre dy personazheve. Pra nuk është avokat i popullit, është avokat i Partisë Socialiste dhe është me dy tutor mbi kokë, Ulsiun dhe Taulan Ballën. Dhe pjesa tjetër te Zeqineja, te intelektualja e fundit që morëm në radhë sot për të analizu. Zeqineja pas ka publiku një faqe, si kishte kjo demaskimi, për se të da gjej pak atës, është interesante. Kishte publiku një lajm, një postim Facebook, antidroga, që ka një faqe në rrjetet sociale, para pak ditësh, unë se pas kam pasë, nuk e ndjek si faqe, ka publiku një denoncim se deputetja analfabete, shkruajnë ata, Zeqinet Saushi ka regjistruar në hipotek një apartament me vlerë të deklaruar rreth 240.000 euro. Apartamenti ndodhet në Tiranë, tek Kullat, shkolla e Kuqe, në rrugën Qemal Stafa, mu në zemër të Tiranës. Nga Roskoveci, nga pluhrat e Roskovecit, në zemër të Tiranës, sepse është besnike e Belinda Ballukut. Në rrugën Qemal Stafa, nëse ka gati 10 pallati i ri me izolim termoakustik, pra nuk hyn zhurmë të mrena se shqetësohet intelektualja kur lexon në darkë. Me sipërfaqe pronën 128 metra, 3 dhoma, 2 tualete, 2 balkone. Pyetja që ende nuk kanë përgjigje, kanë thënë këta, se si është financuar një apartament me vlerë 220.000 nga vërtet që ka vetëm një vit në detyrë. Kjo është për të kuptuar socialistët, jo socialistët, ata pa parti, shqiptari i shtresës mesme, shqiptari i shtresës varfër, barktharët, trushplarët, pensionistët që vinë më komentojnë mu këtu, shikojeni se që bëhet me një deputet, që ju i jepni votën, e prohorisni si Langaraj që i bëni Berihan, një deputete që nuk prodhon asgjë, si puna asaj janë shumë tjerë, këtu nuk po e përjashtoj as deputetet e opozitës, se ka dhe nga opozita që marrin rrogat kot, marrin rrogat shqyl, s'kan lidhje fare me të qenit deputet. Por kemi në diskutim sot Zeqinen, 220.000 euro shtëpi, një vit ka që ka hyrë në karrikën e deputetes. Sigurisht ajo duhet ta ketë një shtëpi, sigurisht ajo mund të marrë para borxhe, mund të marrë kredije, nuk e di fare se si e qyshe tek, por vetë ajo në parlament sot e ka pranu që ka një shtëpi atje. E ka marrë një shtëpi, thjesht ka thënë që vlera nuk është ajo. Me gjas do i futet letrave tani dhe do manipulojnë, si që bëjnë këta, do manipulojnë vlerën e shtëpisë dhe do e nxjerrë me vlerë më të ulët dhe do bëjnë to justifikimet që t'ua hedh budallëve dhe ta hanë. Tani deputeti e ka rrogën 3-4 milion lek. Ka prish lek për fushat. E para, ku i marrin lekët që i prishin për fushat deputetët? E dyta, pse duhet një deputet prish para në fushat elektorale? Me çfarë arsyetimi një deputet që ka 3-4 milion lek rrogë, një rrogë e zakonshme që nuk del për asgjë, pse
mund të paguajnë 100.000 euro, 200.000 euro, 500.000 euro për të bërë deputet një person. Pra këtë pyetje du t'ja bëjmë vetes. Dhe si do i nxjerr parat? Pra pse e bën këtë investim kaq të madh? Ku do i nxjerr parat? Deputeti është i vetmi post, i vetmi pozicion që nuk ka asgjë në dorë. Pra deputeti s'ka asgjë në dorë. Nëse është i pandershëm, ka në dorë të vënë gjoba, ka në dorë të votojnë ligje klienteliste, ka në dorë të bëjnë si që bëni ajo çakërri atje që i shkrujtën ligjin për këto pronat e ushtrisë, atë që ishte ajo për zonën e jugut, edhe ja dhanë në dorë ligjin e çojnë parlament, nuk e kishte lexuar fare, kapën ata gazetarë në rrugën e pyetën, na foli çik për ligjin që ke propozuar në parlament, nuk e ma mend, thoshte se kishte idenë fare. Pra këto janë llojet e formave që deputetët bëjnë para. Ky është turp, jo pse ka një shtëpi, duhet ta ketë një shtëpi, pra nuk ka shumë fare, nuk më intereson fare kjo pjesë, duhet ta ketë një shtëpi deputeti, por transparencën si. Dhe pse nuk i futet drejtësia t'i hetojnë pasuritë e deputetëve të gjithë dhe një për një. Majtas, djathtas, mes, anash, kushdo qoftë. Sa para kanë prish për fushat elektorale, sa para u kushtojnë shtëpiat, sa para u kushtojnë makinat dhe në fund bëjnë një bilanc me pagat që marrin. A i justifikojnë apo si justifikojnë? Kjo duhet të jetë si shkas zëqineja, edhe ta vazhdojnë me të gjithë. Këta janë kontingjenti SPAK-ut të gjithë për këtë lloj hetimi për t'i kaluar në sit. Pa mund ta bëjnë SPAK-u këtë me Altin Dumanin edhe atë tjetrin që e kishte ky Braho, që u shkon u dridhen leqet e këmës, sepse janë vetë përfitues shtëpiash, apartamentesh, jo po madhuroj kisha, jo po madhuroj kjo, jo po madhuroj ajo. A mund ta bëjnë këta? Kur? Ky është SPAK-u, ky është parlamenti, këta janë deputetët që votoni ju, që bëni ham në rrjetet sociale, se ju kritikojmë Zeqinen apo ju kritikojmë këtu në deputet majtas e djathtas nga ato qofshin ata. Ky është turp dhe filli që i përshkon të tre këta Bamir Topin, Endri Shabanin edhe Zeqin Ecaushin është fiksimi i tyre për t'u heq ata që s'janë. Fillimisht për t'u heq intelektual, që s'janë asnjëri, së dyti për t'u heq si njerëz të ndershëm, s'është asnjëri, dhe së treti për t'u heq si njerëz të pavarur. Bamir Topi s'ka qenë asnjëherë i pavarur, është i varur nga interesi. Endri Shabani s'është i pavarur si avokat populli, sepse ka shef Ulsimaja dhe Taulant Ballën, dhe Zeqin Ecaushi është shembulli tipik i servilit në politikë e i shpërfytyrimit të brezit të ri të politikës në Republikën e Shqipërisë. Janë edhe këta tjerë, po rasti konkret është për Zeqinen, që bën si në parlament atje se do luftojnë me, me Berishën e me Bardhin e tjetrin me radhë. Pse nuk e bën SPAK-u një hetim të tillë? E thjesht, SPAK-u është për vete i korruptuar, është për vete më keq se Zeqineja. Prokurorët e SPAK-ut janë për vete të korruptuar. Ju votoni edhe vazhdoni bëni tifozllik për ta, pa që faqen e zezë vetë.